Ja ku jemi pra përsëri në emisionin e fundjavës në të cilin ne do të trajtojmë një problem i cili është, mendoj unë, në qendër të vëmendjes. Rinumërimi i votave të zgjedhjeve të 11 majit. Është një fenomen i cili nuk ka ndodhur përpara, një numërim kaq masiv, dhe gjithashtu është një faktor i cili nxori bllof Partinë Demokratike, e cila humbjen katastrofike me 300.000 vota diferencë u mundua ta justifikojë nëpërmjet liderit të saj Sali Berisha me një masakër elektorale. Pra, duke mos mbajtur asnjë përgjegjësi, as ai dhe as gjithë enturazhi që e rrethon prej 30 vjetësh, figura të cilat janë të neveritura nga vetë antarët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike, ka 1 muaj e gjysmë, i cili pretendon se ishte bërë një masakër elektorale. Rihapja e kutive të votimit në masë, sidomos në Tiranë ku është dhe ambari i votave, tregoi qartazi se nuk është vjedhur pothuajse asnjë vot dhe nuk ka arsye pse të vjedhet. Nuk ka arsye për faktin sepse siç e kemi trajtuar edhe në emisionet e tjera, Edi Rama dhe Partia Socialiste i fiton zgjedhjet lehtësisht vetëm me një formulë shumë të thjeshtë të cilën e kupton edhe një nxënës i klasës së parë. 200.000 punonjës të administratës, herë 4 votat e shtëpisë janë 800.000 vota. 40.000 votat e emigrantëve përsëri janë antar, vëllezër, motra, emigrantë të cilët votojnë për njerëzit e tyre të cilët punojnë në administratë. Pra, Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk ka nevojë fare të vjedhë më vota, sepse 820.000-850.000 vota i ka të garantuara për faktin se një punonjës administrate nuk është aq i çmendur që të rrezikojë të ardhurat e familjes së tij, të rrezikojë vendin e tij të punës për Flamur Nokën, për Tritan Sheun, për Vjollca Vokshin e për të gjithë ata Josefina Topallin, të cilët me vjedhjet e tyre të vitit 2013 e quan Partinë Demokratike në opozit, e cila, siç duket, do të zgjasi shumë. Humbja e zgjedhjeve dhe mos reflektimi nga ana e Sali Berishës, mos zbatimi i statusit të cilin e ka miratuar vetë për dhënien e dorëheqjes, tregon edhe një herë se Sali Berisha është i vendosur ta mbajë peng Partinë Demokratike për interesat e veta personale dhe familjare. Ky është një tregues i qartë dhe fakti që del përdit në konferenca shtypi, të cilat me të vërtetë janë bërë bezdisme, sepse nuk ka më se çfarë të thotë. Por dëmi më i madh politik që ai bëri nuk është më Partisë Demokratike, por Shqipërisë. Për faktin se mbas zgjedhjeve jo vetëm nuk i njohu, jo vetëm nuk kërkoi ndjes ndaj 500.000 demokratëve dhe simpatizantëve që e votuan, por doli nëpër kancelaritë e Evropës në Bruksel duke i mbushur mendjen dhe duke gënyer edhe përfaqësuesit e lartë politik të Bashkimit Evropian apo të partive të djatha europiane, duke i mbushur mendjen se në Shqipëri është bërë një masakër elektorale. Masakër e cila ekziston vetëm në kokën e Sali Berishës, tashmë, mbas rihapjes së kutive të votimit. Megjithatë, le të shikojmë se si do degradoj deri në fund kjo forcë politike e cila është një aset kombëtar, për të cilën kanë sakrifikuar breza të tërë njerëzish dhe që Sali Berisha së bashku me enturazhin e tij prej 40 vjetësh siguruan mbythjen e tyre në parlament dhe siguruan në rrogat prej 5 milion euro në muaj me gjithë beneficet, që do të thotë 250.000 euro për 4 vjet, pa llogaritur këtu ato aferat mbas kuintave me përfaqësuesit kryesorë të Partisë Socialiste për marrje lejesh ndërtimi në kullat 30 e 40 kate dhe për ndërtimin e segmenteve të caktuara të autostradave, të aeroporteve dhe gjithashtu edhe të resorteve turistike e mëtej. Vetëm rroga bëhet fjalë që se i cili prej këtyre 40 mostrave, të cilët nuk i durojnë dot më as demokratët, pa lemë të tjerët,
ti kemi akoma mbi kuriz edhe 4 vjet, duke i parë në parlament, duke parë si kur bëjnë opozit, duke djegur cakarike njërë në 6 muaj për të justifikuar qëndrimin dhe rokat e tyre në parlament dhe për të vazhduar të tallen me demokratët e thjesht, të cilët vazhdojnë të jetojnë në skamje, në varfëri, në papunësi prej këtyre mostrave. Ky ishte emisioni dhe analiza për këtë vit dhe të shikojmë. Kjo ishte analiza për fenomenin e ri të ndodhur këtë javë, pra rihapjen e kutijeve të votimit, të cilat vërtetuan edhe një herë gënjeshtrat monstruoze të kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, tashmë jo vetëm në opinionin e brendshëm politik, jo vetëm në simpatizantët dhe antarët e Partisë Demokratike, por tashmë duke gënjyer haptazi dhe sy për sy edhe përfaqësuesit më të lartë politik të Bashkimit Evropian apo të partive popullore europiane, duke pretenduar për një masakër elektorale e cila në fakt u vërtetua se nuk ekziston. Ju faleminderit për vëmendjen, mirupafshim. Në fund të emisionit, le të ndjekim reklamën e sponsorit ton, sipërmarrësit Gjergj Gjika, i cili ka sjellë teknologjitë më të fundit në fushën e tij. Le të ndjekim. Golden heart, work of art, good vibes all the time, be who you are, ooh la la. You know you're one of a kind. We're doing this in style. It's gonna catch your